O babo, ku shika në punë kështu? Si kështu? Sikur sa jam zgjuar nga gjumi. Po, pse nuk bëm pak make-up? Unë vetëm sytë dhe buzë dhe ditë lyej. Ua, po të mësoj unë moj. Vërtet? Po kam vetëm një kusht. Qa të duash ti? Do më marrësh dhe mua te puna jote se kam ngelur pa punë. Po mirë, më thuaj tani nga t'ja filloj. Ne do fillosh me një primer, do e vendosësh në të gjithë fytyrën. Po, a do e lëm këtë që të thahet? Do ta lësh shumë pak të thahet dhe nëse ke ndonjë shenjë akneje, mbuloje pak përpara me korrektor. Ja, kam vetëm një këtu. Tani do marrësh fondatinën, do ta vendosësh në dorë dhe më pas do ta aplikosh në fytyrë me një furçë ose me beauty blender. Po, a duhet ta vendos me patjetër në dorë? E mira është që ta vendosësh në dorë se merr aq produkt sa fytyra ka nevojë dhe nuk e ngarkon shumë fytyrën. Okej, e kuptova. Prandaj duket e kura kaq bukur. Po, prandaj tani vendos konturin në faqe, në ballë, tek hunda dhe përhape. Me ça? Me furçë ose me beauty blender? Okej. Moj, të pyes unë, ti ç'ne do që të vish ande nga puna ime? Po, ka pak kohë që kam ngelur pa punë dhe vendos edhe blashin tek faqet. Moj, ti hajde, pa jo pronarja që kemi ne, është shumë e keqe, vërtet kot, po është me rigjiditën me nerva. Po jo moj se po ta bësh punën në rregull nuk të bërtet njëri. Tani do vendosësh dhe korrektorin tek syt, në hund dhe tek balli. Unë të them tani vërtet kot duhet të jesh fiks më në orar. Nisë mirë hapa këtë? Po shumë mirë e ke përhapur, tani do vendosësh pak pudër pluhur në pjesën e poshtme të syve dhe pastaj në të gjithë fytyrën që të fiksohet make-upi. Ja, e mbarova dhe këtë, po s'më the, pse të hoqen nga puna, po i ke vetë. Unë kam pas punuar në një dyqan, po isha më e mira aty, edhe rrogun e kisha shumë të mirë dhe nuk e ke iden se sa më donin. Po pse i ke pastaj? Po ndërruan dyqanin ata edhe nuk më treguan se ku shkuan. Ka kaluar një vit deri tani, po besoj se do më marrin në telefon. Nëse vendos pak bronzer te faqet tani. Ja, e mbarova dhe bronzerin, po a kemi dhe shumë? Jo, dhe shumë pak kemi dhe mbaruam. Tani do vendosësh dhe blashin pluhur përsëri tek mollzat. Ua, sa ngjyrë e bukur ky blashi. Po shumë, tani do vendosësh pak highlighter tek faqet dhe tek hunda nëse do. Ja, u bë dhe kjo. Tani syt më the që di e vetë ti lyeje. Po unë vetëm rimelin di. Po shumë mirë, rimelin vendose. Këtë e bëj super unë. Tani do krehesh dhe pak vetullat me gel. Edhe vetullat u siguruan, tani vetëm buzët kanë ngelur. Po dhe buzët ke tani. Mbarova. Super, ua sa bukur që dole. Faleminderit shumë ty që më mësove. Asgjë, hajde tani t'ikim te puna jote. Po shiko, ti ke eksperiencë se unë jam kirurge. Po zori mas, një paldorash ka një thik edhe direkt në punë. Pastaj unë jam edhe shkathet për punë një orë kam mbaruar 2-3 veta. Ma mirë po iki vetëm kësaj herë, po do të marrim në telefon. Mirë.